Parimi tjetër për cilin do të flasim është autoriteti. Ai thot se veçanërisht në situata kur ndjehemi të pasigurt, njerëzit prirën të mbështeten tek ata që kanë njohuri ose kualifikim më të lartë për të udhëzuar sjelljen e tyre. Nëse prova e popularitetit pra e ul pasigurinë e njerëzve duke na treguar se çfarë po bëjnë të tjerët në situata të ngjashme me tonën, autoriteti e ul pasigurinë duke dhënë prova nga dikush që ka ekspertizë në atë fushë më shumë se sa ne. Pra e thënë me fjalë të thjeshta, kur njerëzit janë të pasigurt se si të veprojnë në një situatë, pyesin dikë që di më shumë se ata në atë fushë. Pra kur njerëzit duan të vendosin nëse ti çojnë kursimet e veta në kripto apo në firma piramidale ose jo, shohin nëse edhe shumë njerëz të tjerë po bëjnë kështu, po i çojnë parat atje, po investojnë atje. Dhe nëse prap ndihen të pasigurt, atëherë shohin se çfarë po bëjnë profesorët e ekonomisë me paratë e tyre. Nëse edhe këta profesorë po i çojnë paratë e tyre në firma piramidale apo në kripto, atëherë kjo i ul akoma më shumë dyshimet e tyre që edhe ata vetë të veprojnë ashtu. Ekspert pra është dikush që di më shumë se sa ne në një fushë të caktuar. Kështu që nëse mund t'u tregojmë të tjerëve se kemi ekspertizë të vërtetë përtej asaj që ata kanë vetë, u kemi dhënë atyre një arsye të çmuar për të ndjekur rekomandimet tona. Për fat të mirë, nuk është e nevojshme që të jemi gjithmonë vetë ne ekspert për të përdorur fuqinë e autoritetit në psikologjinë e bindjes. Ndonjëherë mjafton të tregojmë opinionin e një autoriteti të ligjshëm që ka mbështetur një pozicion të përputhshëm me rekomandimin ton. Për shembull, nëse po shet një program dietik dhe dëshiron ky program dietik është për fuqizimin e trurit dhe ke një psikiatre që e mbështet programin tënd dietik, aktivizimi i ndikimit të një eksperti të tillë është treguar se është një levë fuqishme për ndryshim, për bindjen e njerëzve. Dhe për sa kohë e bëjmë këtë në mënyrë të ndershme, është gjithashtu një praktikë etike. Madje ka diçka që mund të bëjmë, diçka tjetër që mund të bëjmë për ta shtuar ndikimin e një eksperti, duke e shumëfishuar atë. Audiencat kanë më shumë gjasa të besojnë dhe të ndjekin këshillat e një grupi ekspertësh sesa të vetëm një eksperti. Nëse për programin tuaj dietik pra do të kishit tashmë mbështetjen e një psikiatreje, një neurokirurgu dhe një nutricionisti, do të ishte akoma më efektiv. Prandaj nëse po punon për të mbledhur dhe për të nxjerrë në pa mbështetje nga shumë ekspert, do të jeni akoma më të suksesshëm nëse do të keni mbështetjen e shumë ekspertëve kundrejt vetëm njërit ekspert. Në videon kur folëm për provën e popularitetit, pam se si disa komente apo përshtypje pozitive për produktin tuaj mund të ndikojnë të njerëzit që të lëvizin në drejtimin që ti dëshiron. Por prova e popularitetit nuk është i vetmi parim ndikimi që aktivizohet nga dëshmitë pozitive. Edhe parimi i autoritetit mund të vihet në funksion nëse përshtypja për produktin tënd vjen nga një ekspert i njohur mbi temën në fjalë. Dr. Cialdini jep shembullin personal të tij pas botimit të versionit të ri të librit Influence, ku mori shumë komente pozitive nga lexues të ndryshëm nga mbar bota, ku thoshin se e kishin përdorur njohuritë e këtij libri për të përmirësuar performancën e tyre në biznes dhe në jetën e tyre. Por kur libri kishte marrë tashmë shumë dhe qindra komente pozitive në Amazon, nga njerëz të zakonshëm, nga lexues të zakonshëm, themeluesi i platformës së njohur e-commerce Shopify, Tobias Lutke, i bëri një vlerësim të jashtëzakonshëm këtij libri në podcastin e Tim Ferris, duke ja dedikuar këtij libri të gjithë aftësitë e tij për të ndërtuar një biznes miliarda dollarësh. Atë ditë, renditja e librit në Amazon kërceu nga vendi 103 në vendin e 3. Pra atë ditë, një përshtypje nga një autoritet i respektuar gjërësisht ishte më e fuqishme se sa qindra përshtypje nga persona të zakonshëm. Tani pyetja që kam unë është kjo: si e përcaktojnë njerëzit që dikush ka më shumë ekspertizë se sa ata vetë? Ata, njerëzit pra, kërkojnë përshenja, ose siç mund t'i quajmë, simbolet e autoritetit. Këto shenja hasen, aktivizohen, kur këto shenja hasen, pra simbole, sinjale, ato aktivizojnë parimin e autoritetit.
Por cilat janë konkretisht këto simbole? Ato janë sinjale të dukshme që zakonisht tregojnë statusin autoritativ të dikujt, siç janë veshjet e shtrenjta, veshjet profesionale, bluza e bardhë, badge, certifikata të varura në mur nga do, e tjera gjëra si këto. Para disa kohësh, një çift studiuesit vendosen që ta testonin ndikimin e një sinjali të tillë që ishte një kostum i shtrenjtë biznesi. Ata morën një burr me pamje krejtësisht mesatare, të qëndronte në një cep të rrugës dhe të kalonte në mënyrë të paligjshme semaforin përmes trafikut. Në gjysmën e rasteve, ky burr mesatar ishte i veshur me jeans dhe një bluzë të thjeshtë. Në gjysmën tjetër të rasteve, kishte veshur një kostum të përshtatur mirë, kollar e shik. Rezultati? 350% më shumë njerëz e ndoqën atë nga mbrapa në rrugë, kundër dritës së kuqe, kundër trafikut, kundër ligjit. Në ato rastet kur ai ishte i veshur me kostum. Kjo tregon se sa automatikisht dhe pa e menduar fare njerëzit reagojnë ndaj simboleve të autoritetit. Edhe nëse ai njeri nuk ishte as pak një efektiv i fuqishëm, siç e tregonte veshja e tij. Pra njerëzit po ndiqnin sinjalin që jepte autoritetin dhe jo autoritetin vet. Po të kishin menduar, të tjerë do të kishin kuptuar se ky njeri s'ka asnjë ekspertizë për të kaluar rrugën apo të drejta më shumë se ata për të kaluar rrugën. Por pikërisht kjo është thelbësore pra, se njerëzit nuk i mendojnë gjërat, por vetëm reagojnë ndaj aurës së autoritetit. Një aspekt tjetër i rëndësishëm nuk ka të bëjë aq shumë me materialet dhe sinjalet, si makina që ngjet, telefoni që përdor apo rroba që vesh, edhe pse këto janë sinjale të forta, më shumë se kaq ka të bëjë me mënyrën se si flet pra, me besim, me bindje, me një ton që përforcon ekspertizën tënde dhe siç tregojnë studimet e rrit ndikimin tënd. Gjithashtu duhet pasur parasysh se edhe pse përdorimi i zhargonit profesional të jep një aurë sikur je i specializuar në diçka, ka edhe anën e tij të rrezikshme, sepse përdorimi i zhargonit profesional me tepri i bën njerëzit që të ndihen të largët, të distancuar me të dhe mund të ndihen inferior ndaj teje dhe kjo e ul zbe fuqinë e ndikimit. Prandaj kur flet përballë një audiencë jo specialistësh, ruaje tonin tënd bindës, të sigurt, zërin e plot, por shmange zhargonin profesional. Shenjat e autoritetit janë më të fuqishme kur njerëzit takohen për herë të parë me ty dhe formojnë përshtypjen e parë për ty. Në këto raste, kur ata nuk dinë asgjë për ty, kanë prirjen të gjykojnë mbi bazën e këtyre sinjaleve të autoritetit, pra badge, veshja e tjera. Kjo është ajo kur ata kërkojnë sepse ata duan të mbështeten në sinjale për të krijuar një portret psikologjik tëndin pa folur akoma me ty. Prandaj kur përballesh me dikë për herë të parë, është veçanërisht e rëndësishme të vishësh në përputhje me kualifikimet tua të vërteta dhe të flasësh me atë bindje, me atë tonalitet zëri që vërtet ti e ndjen për ofertën që po bën. Një përforcues i rëndësishëm i parimit të autoritetit është perceptimi i besueshmërisë. Por tani duhet të shohim se si ta paraqesim veten më së miri të besueshëm duke i prezantuar kualifikimet tona në një mënyrë të drejtë. Ja një skenë interesante. Imagjinoni për shembull se duhet të mbani një prezantim përballë disa klientëve të mundshëm mbi një temë për cilën ju jeni ekspert dhe jeni vërtet i njohur. Si duhet t'i komunikoni me audiencën tani kualifikimet dhe përvojën tuaj përpara se të bëni prezantimin? Ka diçka që nuk duhet ta bëni kurse si. Mos i paraqisni kredencialet tuaja, kualifikimet tuaja ju vet, jo personalisht. Nëse e bëni këtë, audienca do të mendojë se jeni arrogant, jeni i papëlqyeshëm. Njerëzit nuk i pëlqejnë njerëzit mburravec, nuk i besojnë ata, nuk janë të prirur të besojnë. Madje kërkimet më të fundit tregojnë se edhe nëse individi është shumë kompetent, kur përpiqen ta promovojnë veten, pra shameless self-promotion, perceptohen si të pakëndshëm dhe të pabesueshëm. Çfarë mund të bëni ju në vend kësaj? Keni dy opsione. E para, mund të organizoni që dikush tjetër në atë takim, sidomos dikush që e njeh ekspertizën tënde, t'ju prezantojë juve përpara se ju të merrni fjalën, pra. Dhe ai prezanton kualifikimet tua, kush jeni ju, që ju të mos e bëni vetate personalisht. Kështu audienca do të informohet siç duhet për statusin dhe autoritetin tuaj për çështjen një fjalë dhe ju nuk do të dukeni egoist në sytë e tyre. Po nëse nuk keni dikë që ta bëj këtë prezantimin për ju fillimisht, atëherë rekomandohet që të dërgoni pjesëmarrësve në atë takim provat dhe kualifikimet tuaja dhe mesazhi juaj mund të jetë në email
që thot, po e pres me kënaqësi takimin ton të enten për temën XXX dhe bashkë me të ju kam bashkëngjitur CV-n time dhe një link në profilin tim LinkedIn ku mund të shihni përvojën dhe sfondin tim në këtë fushë. Në këtë mënyrë, prezantimi e ndan ndershmërisht informacionin dhe kualifikimet tuaja me audiencën përpara se sa të fillojë takimi. Për sa kohë ju nuk e bëni këtë personalisht, ndikimi social është në favorin tënd. Tani le ta çojmë këtë në një hap më përpara se çfarë bëjnë liderët e mençur për përdorimin e parimit të autoritetit brenda stafit të tyre duke kredencializuar antarët e stafit të tyre. Që ata të mos e bëjnë këtë gjë vetë, që të mos i detyrosh stafin tënd që të mburren me veten e tyre. Për shembull, një klient i një kompanie kalon nga një person i stafit e stafit tjetër dhe për të kryer një punë ose një meritokraci e kotë. Është një nga rastet më të dështuara në biznes, pra, sepse kur prezantohemi te një punonjës dhe ai punonjësi pastaj na kalon dikush tjetër, ndonjëherë kjo na bën të ndjejmë sikur marrëdhënia po bie në nivel, po bëhet e zbehtë. Nëse këtë aspekt nuk e menaxhojmë mirë, apo nëse kalimi bëhet të dikush që është më pak i lartë në hierarkinë e kompanisë, ndikimi humbet fare. Në shumë raste ndodh që një kontratë firmoset për shembull me një shitës, pastaj puna administrative kalon tek antarët e tjerë të ekipit. Është thelbësore që klienti të njoftohet për kredencialet e antarëve të rinj me të cilët ai ka të bëjë. Pasi këta nuk mund ta bëjnë vetë me efikasitet. Antarët e stafit tënd nuk mund të mburren me kualifikimet e veta. Një shembull i ngjashëm vjen nga një agjenci real estate, pra pasurisht të paluajtshme në Londër, që kishte vështirësi t'i kthente telefonuesit e interesuar në klient real. Ata kërkuan ndihmën e kolegut të profesor Çaldinit, Steve J. Martin. Ai vuri re se kur sekretarja merrte një telefonat, e pyeste telefonuesin nëse jeni të interesuar për banesa apo për prona biznesi. Pastaj, ajo e pyeste klientin në cilën zonë të Londrës jeni të interesuar. Pasi i merrte këto të dhëna, ajo thoshte, po ju kaloj te Michel, apo po ju kaloj te Clive, apo po ju kaloj te Kem. Steve i sugjeroi kompanisë një ndryshim të vogël, por vendimtar. Të thoshte, po ju kaloj te Michel, që ka mbi 30 vite përvojë në prona biznesi në atë zonë të Londrës. Ose po ju kaloj te Clive, që është më i duri për shtëpitë e banimeve në atë zonë nga të gjithë ne në agjencinë tonë. Pas këtij ndryshimi të vogël, agjencia pati një rritje 26% në kontratat e nënshkruara. Dhe gjëja më mirë është se gjithçka ishte e vërtetë. Asnjë ndryshim tjetër, thjesht një ndryshim fjalie në telefonat. Sekretarja gjithmonë i dërgonte klientët të agjentet më të kualifikuar në përputhje me kërkesat e telefonuesve. Tani, krijimi i sistemeve që kredencializojnë vazhdimisht antarët e stafit apo ekipit tënd është shumë i lehtë. Për shembull, nga përvoja ime personale, një pronar biznesi me të cilin jam këshilluar për një kohë gjatë, kur nuk ishte i disponueshëm, linte një mesazh automatik që thoshte: "Faleminderit që më kontaktuat. Nuk jam në zyrë sot, për çështje urgjente ju lutem kontaktoni Elena Fistekun." Dhe emaili i tij vazhdonte: "Elena është shumë e përgatitur, krijuese dhe e aftë. Ajo di gjithçka ose di se ku ta gjej zgjidhjen nëse nuk e ka atë. Jeni në duar të sigurta." Tani imagjinoni të merrni këtë mesazh në vend se të merrni një mesazh që thot: "Drejtori është me pushime." Sa më shumë tash do të kishit dëshirë të kontaktonit Elenën për një punë të mundshme apo ta linit fare atë punë nëse do dëgjonit "Drejtori është me pushime." Dhe sa mirë do të ndiheshit nëse do dëgjonit këto fjalë kredencializuese për stafin në fillim. Sepse njerëzit parapëlqejnë të ndjekin rekomandimet e ekspertëve. Pra një përforcues është kredencializimi. Kujtojmë se një përforcues tjetër i autoritetit përveç ekspertizës është edhe besueshmëria, pra ndershmëria. Ndershmëria. Si që kemi parë, ekspertiza është një tipar i fuqishëm, madje i domosdoshëm për të qenë i besueshëm. Kjo s'ka diskutim, por studimet kanë treguar se edhe ekspertët nuk janë plotësisht bindës hera herës, e teprojnë. Nëse nuk perceptohen gjithashtu,
të sinqertë dhe të paanshëm në informacionet që ata ndajnë. Dhe tani si mund ta ndërtojmë pra besueshmërinë tonë duke u dukur i paanshëm dhe i drejtë në ato që japim? Një mënyrë është përmes një qasjeje të ngadaltë por të qëndrueshme. Të jesh gjithmonë një burim i ndershëm informacioni, gjë që me kalimin e kohës e kthen të kthen ty në një komunikues të besueshëm në sytë e atyre që të njohin. Por çfarë ndodh kur flet me njerëz që nuk kanë një histori ndër veprime me ty, që nuk të njohin, nuk e dinë se ti je njeri i drejtë, nuk e dinë historikun tënd? A ka ndonjë gjë që mund të bësh për të fituar besueshmërinë e menjëhershme në sytë e tyre? Rezulton që ka. Por kërkon një strategji që i kthen limonët në limonadë. Pra në vend që të ndjekësh prirjen e zakonshme për të përmendur të gjitha anët pozitive të një oferte që ti po bën në fillim që në kryet herës, dhe ti lësh mangësit për në fund apo të mos i përmendësh fare, duhet të bësh të kundërtën. Një komunikues që përmend një dobësi apo mangësi që në fillim perceptohet si më i sinqert. Përparësia e kësaj radhitjeje është se kur ndershmëria perceptohet që në fillim dhe më pas prezantohen pikat e forta, audienca ka më shumë gjasa që ti besoj ato. Fundja, sinqeriteti yt u vërtetua tashmë sepse ti prezantove një mangësi që në kryet herës, sepse ishte i gatshëm ta bëje këtë pa frikë sepse respekton paanshmërinë në ndarjen e informacionit. Për shembull, nëse komentet online mes 10 komenteve pozitive për restorantin tanë, del njëri që i bën një koment negativ. Impulsi i parë është që ti kundërviheni me një koment poshtë ose ta fshini fare atë koment, por një bindës i mirë i përgjigjet duke marrë përgjegjësi të plot për ndodhinë, për angazhimin e tij që kjo gjë të mos përsëritet më dhe pavarësisht fluksit të lartë dhe kur ky komentues negativ të ri shfaqet në restorantin tuaj, ju të merrni hapa konkrete që ai të ketë një eksperiencë të kënaqshme kësaj here. Tani le të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të asaj që folëm. Për të shfrytzuar fuqinë e autoritetit në mënyrën më të mirë të mundshme, ekspertët e Zotit transmetojnë në mënyrë efektive kualifikimet e tyre përkatëse tek audienca. Qoftë me shkrim, qoftë me prezantim nga të tjerat, qoftë me emailë, çfarë do. Ata gjithashtu përshkruajnë kualifikimet e anëtarëve të ekipit të tyre tek njerëzit e interesuar, në mënyrë që këta të fundit të jenë plotësisht të informuar për përgatitjen e stafit, përpara se sa të fillojnë të bashkëpunojnë bashkë. Po ashtu, në një prezantim, relativisht herët, ekspertët e psikologjisë së bindjes përmendin mangësi të ofertës apo çështjes së tyre. Pastaj vjen një por apo një sidoqoftë dhe kalojnë tek pikat dhe anët e forta që e zhbëjnë ose mbizotrojnë dobësinë që u përmend në fillim. Në përgjithësi, ata e pyesin vazhdimisht veten: çfarë mund të bëj për të nxjerrë në pa ekspertizën dhe ndershmërinë time të vërtetë?